Një ngjarje tragjike e tronditi qytetin e Durrësit, ku një 19 vjeçare humbi jetën pasi dyshohet se është hedhur nga kati 5 i një pallati. Viktima është identifikuar si Prajla Kej Troplini, një vajzë e re që, sipas burimeve paraprake, ndodhej në gjendje të rënduar psikologjike përpara ngjarjes së rëndë. Përpasoi 19 vjeçaria ka ndërruar jetë në vend ngjarje. Kanë qenë kalimtarët dhe banorët e zonës ata që kanë njoftuar menjëherë shërbimet e emergjencës pas ngjarjes. Në vendin e ngjarjes kanë mbritur forcat e policisë, të cilat kanë nisur hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe shkaqjet e tragjedisë, ndërkohë trupi i pajetës së re është transportuar për ekspertizë mjekoligjore. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.